Omeri, para se me qenë musliman dhe para se me qenë besimtar, ka qenë një njeri thjesht dhe i rëndëm. Omeri nuk u konë fort i rahatshëm para se me qenë musliman. Qëllimi i tij u konë, kjo është fjala sa ka qenë Muhamedi a.s. në Mekë. Qëllimi ka pas me nxon pejgamberin a.s. edhe me vrau dikun, me myt. Pse? Se ka thonë, na kemi jetën shumë mirë, jena komod dhe jena rahat. Pse u quq që Muhamedi për na thirr neve në besim kur na jena shnëshë mirë. Edhe kërkosh të quq e kanë kundërshtu, po mu quq me vrau, me myt, me lyp për me vrau, nuk e ka lyp kërkosh që e ka lyp Omeri. Edhe një ditë për ditësh vendosët të marrë shpatën, edhe ku të zatetin rrugë ka me myt. Fjala për Muhamedin a.s. Ky pa besimtar, për din që është pejgamberi, për din që po thirr, po s'po do me besu, edhe po thotë ku të nxon rrugë ka me myt. Tu shku rrugës e zatet një musliman. Ai thot selam aleikum, ky çfarë selami, ky se musliman thot të ngjat jeta që thojmë na shqiptarski. Ku e nis? Thot vallai ku e nis, thot po të kallzoj. Thot unë Muhamedit s'pe besoj, thot e nis, musha më nxon dikun pa vrasë. Që thot spotën e kam me veti, thot kam me vrau. Thot në pasibonjat me vrau Muhamedin, shko vrau një herë motrën tonë të shtëpia tani vrau Muhamedin. Kur i thot kështu këtina i bjen kryer, qysh? Thot unë më nis këto me vrau, thot qysh po të lën radhë mua, ku ishin s'po na lën radhë, po na thirr në fe. Thot pse me vrau në motrën? Thot po motra jote u bë muslimane, ka besu fjalën e pejgamberit, nëse do me myt pejgamberin, shko me këtë herë motrën, tani shko te pejgamberi. U kthy te shtëpia, pishman cigarale, po shku te shtëpia. An çat nxejt halet të dosh me myt. Kur shkan te shtëpia, e gjon motrën të lexoj Kur'an. Që ajo që i ka besu pejgamberit, me qenë Kur'anin ajo të lexoj Kur'an, ky me shpot në dorë peshe, pa ku presh situata. Çka i të bon, ajo s'pia kthen. Ky po hen, ajo s'pi përgjigjet. Pse s'pi përgjigjet? Se kur të lexoj njeriu Kur'an, nuk bëm i dhon selam. Për shembull, vim na çito, jem të lexoj Kur'an, nuk ka bile në Ramazan, të kënu Kur'an. Vjen dikush prej derë me na dhon selam s'bën. Pse? Se na jem të lexoj fjalët e Zotit, më na ndërprej fjalët nuk bën. Qofse jem të bëj muhabet shlir, ligjërat tash, vjen dikush selam aleikum, aleikum selam, ja them. Në Kur'an s'bën me dhon selam. Sikur s'bën me dhon namaz. Jem të lidh namaz, me ardh dikush më vanu me dhon selam kërkosh çka. Pse se jena lidhur. Edhe kjo po lexon Kur'an s'pja kthen. Kur bëj krim, po i thot ky çka i të bëj, po lexoj Kur'an. Ama se po do më ikçi. Jo thot mudra ti s'bën me prej. S'bën me prej Kur'an. Pse? Se s'ki abdes. Pa abdes nuk bëm me lexu Kur'an. Thot shko pastroj, merr abdes, hajde më. Edhe shet që ajo me këmbulje s'peja Kur'anin. Për me let me këshu çako, shkon me abdes ku kthjellet vjen. E gjon të lexu surën Taha, që Allah e Madhreshëm e ka zbrit një ajet kuranor që ky ajet u bë sebeb ja ka qel trunin Omerit, tani u bë Hazreti Omer. Po ala sa musliman. Kur e gjon, për lexon ajet Kur'anin, surja Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Shqip me përkthy vjen, nuk ta kena zbrit Kur'anin o Muhammed për me ta prish rrugën, për me ta prish jetën, për me t'i prish aspiratat e tua, dëshirat e tua. Edhe nonet e këtë. Në vazhdim ajetit thot, Allah e ka zbrit Kur'anin në dorë në të cilit është çka kon tokë, çka kon qiell. Kur përmenet tokë edhe qiellin nonet këtë çka. Po dashka me këqyr, çka po thot masa ne lexon surën komplet. Kur lexon surën nuk i përgjigjet motrës, se vjen noti xhelozia nisë rrugës. Shkojnë të reket Muhamedi alayhis salam dhe. Ky pe Imran atë kush është? Thot Omeri jam, qenë ma derën se si jam ky. Një Omer tjetër. E ka ditë pejgamberi alayhis salam që ky s'është musliman. Pse me i cëpot në derë ka unë ashtë asma qelë, po qenë ma derën se tjetëri Omer jam. Hajde para i kërë tja qelë derën. Por në Petre, po thot, tu ka pranu doja. Pejgamberit alayhis salam bëjdo. Pse? Se në qatë ku, Ebu Gjehli dhe Omeri në konë gjahidet më të mëdhej dhe kundërshtorët më të mëdhej Muhamedit alayhis salam. Po ky e ka ditë që i ka kundërshtor, e ka ditë që i ka rreth, po çka ka bë? Ka thonë në Zot,
o zëja o mirë, o zët drejteje o mirë, o zët këthila menë. Do për përnë, kur që se do me mu, dikur pranë mu, kur shka thët, kom vendos nuk këtyn fenë tonë. Për një me, ku vëlloj thët, ku mor abdes, kem pastru, me abdes e mor, thët e mor me shqitu shahadetin para teje. E shqiptan shahadetin i bje pishman që ka full, që ka posnit me buj, ka lëzën krejt, kom posnit me të mytë, po qështu, tu ka pranu doja kuj thët, a di që pejqet në gjëhën e këmë bo do për ty. Prej që të di, se o merë që jetë gjithë e mlutë për ty, që ta shko ka bo.